Dy skuadrat e kryeqytetit sot po ndeshën në minatori pasi palestra një tetorin Prishtinë ishte zënë për shkak koncertit të mbrëmshëm të Alban Skenderaj. Të dhurus basketbolit, platformën tua dhe tonë Art Motion, ku do qeni duke na shiku këto qaste. Kosovë, Shqipëri, Trojetona Etnike, Evropa po Amerikë, mirë se erdhët në ndeshën e Gjiros 9 të Pro Credit Superligës Bora Sigal Prishtina. Të ndigjojmë intonimin e hymnit. Me ju sonte jam unë Agon Fehmiu, adhurës të basketbolit, pra duhet ju them që në start sonte statistika nuk ka, pasi që si që po shihni në anën time të majtë ata të cilët merren me statistika sonte mungojnë. Do të mundohemi me imbajt pikët në mënyrë manuale, ashtu si kemi bërë para një dekade gjysmë, si do qoftë statistikat si pas informatave që kam do të inkorporohen në faqen zyrtare pas përfundimit kësaj ndeshje dhe rishikimit xhirimit të cilin do të përcjellim së bashku sonte këtu në minatori si stash ku po ndeshën dy skuadrat e kryeqytetit Bora dhe Sigal Prishtina. Pas pushimit dyjaror për shkak dritarës së parë të para kualifikimeve të Kosovës për Eurobasketin 2029 dhe duelit historik dielën e kaluar midis Shqipërisë e Kosovës, aksioni elitës së basketbollit ton ka vazhduar gjatë mesjavës me ndeshjet e Gjiros së 8, me cilën filloi cikli i dytë vjeshtor, që ishte fantastik dhe me rezultate të cilat situatën në renditjen tabelare e bën luk, dhe vetëm se vërtetuan atë që kemi thënë edhe në fillim të këtij kampionati, se ky edicion do të jetë një prej edicioneve më emocionuese dhe më rivalizuese që nga epoka e artë e basketbollit kosovar, me njerë pas luftës 2027. Kthimi në aksion pas pauzës solli rezultate që e bën lëndë situatën Superligë dhe pa dyshim befasia më e madhe ishte disfata e liderit të pamposhtur pas ciklit të parë vjeshtor bashkimit nga skuadra e fundit në tabel Vllaznimi, ndërsa paraprakisht pra e pat se bashkimi psoi edhe disfatën e dytë të rresht, kësaj herë në Mizajrisma nga Rahoveci 77 me 72, pra pas disfatës nga Kuqezind u poshtën edhe nga vreshtarët dhe është ngjashëm sikur se edicionin e kaluar. Ju kujtohet, pra bashkimi ishte 7-0 në fund të ciklit të parë vjeshtor, ishte lider pa humbje, më pas psoi disfatën e parë vitin e kaluar po flas nga Trepça, e më pas edhe nga Vllaznimi, pra 2 humbje rresht
si vjet, ishte vllaznimi ai që ja shkaktoi të mërkurën, falni, disfatën e parë, e më pas edhe Rahoveci pak më herët, ja po i shihni edhe skuadrat, që Singleton, Plana, Zeqiri, Kurtaj, Jules, Jackson, Mekic, Sulejmani, Hot, Lebovci dhe Zeqiri me trenerin Kashqellanin Bora. E në anën tjetër për Sigal Prishtinën do të paraqiten Beli Azemi Burns, ka Kruke Agjosaj, Lekëndrejaj nuk është Lekëndrejaj sonte, është i lënduar, do të mungoj 4 muaj, i Bishi, Otri, Malsyla, Kramer Istrefi dhe Poloshka. Sikur se isha duke thënë Kuqezin të ndeshjen debutuese të trajnerit të ri Krio Kapishit përgatitën befasin më të madhe duke i shkaktu humbjen e parë portokallinëve si vjet. Ishte ky dueli dy trajnerëve maljazes, Krio Kapishit e Jovicit, i cili si vjet me të vërtet bëri punë të mrekullueshme me bashkimin, krijoi një filozofi dhe stil fenomenal, duke gjynjëzuar edhe skuadrat mëdha evropiane si Anvilli, Cibona, Reggio Emilia dhe Dijoni në Francë. Por ja që doli vllaznimi dhe i shkaktoi disfatin e parë si vjet, duke paralajmëruar se si vjet punët në Superligë do të bëhen lug, edhe më lug e bëri selektori i Kosovës Bujar Loci, i cili pas një starti fenomenal me 3 fitore e 5 humbje në 8 xhirot e para, ja sonte e realizoi edhe fitoren e 4 duke i shkaktuar bashkimit humbjen e 2 dhe sikur se thash, me të vërtet punët në Superligë po nxehen dhe po bëhen lëmsh. Për ta dëshmuar këtë, u përkujdes edhe Bora, e cila triumfoi ndaj Rahovecit, pra me rezultat thellë 85-65 në Mizajrisma. Ishte kjo një fitore shumë e rëndësishme e Borës në udhtim të Rahovecit, skuadër të cilën e ka rivale direkte në 3 fronte për mbjetesë play-in dhe play-off. Më dalluarit në këtë fitore të Borës ishin tandemi Amin Hoti, i cili shpërtheu me 19 pikë, prej tyre 4 treshe, dhe kapiteni Mekic, që luajti me 14 pikë, 7 kërcime, 4 asistime, 3 topa të vjedhur, duke udhëheq 5 lojtarë Borës me pikë 2 shifrore, rezervisti Tyler Cheese, Ungrit nga banka rezerv, shtoi 11 pikë dhe vodhi 4 topa. Zeqiri dhe Jules kontribuan me nga 10 pikë secili, Jetmiri realizoi edhe 7 kërcime. Pas kësaj ndeshje, pra Bora e përmirësoi bilancin, 2 fitore e 5 humbje, pasi ka një ndeshje më pak të zhvilluar kundër Trepçës, ja po i shohim aty edhe lojtarët e Trepçës, Tmushiqin, Aslan Agishin, të cilët kanë ardhur për të përcjellur këtë ndeshje. Nesër Trepça do të zhvillojë ndeshjen me vllaznimin në Shaninushi. Pra Bora e ka një ndeshje më pak kundër Trepçës dhe e bëri garën edhe më të ngushtë në zonën e poshtme të tabelës, duke paralajmëruar se punët në Superligë po bëhen lëmsh qysh në vjesht, duke mos e prit pranverën. Testin e parë pas saj fitore të rëndësishme Bora e ka sonte kundër rivalit lokal, skuadrës më trofeshme të gjitha kohëve në vendin tonë, Sigal Prishtinën, e cila unë poshtë nga Golden Eagle Ylli në debutimin e Jeronimo Sharinit, që jo më parë ndau rrugët me vllaznimin. Mirë po debutoi me shumë sukses dhe me lojë fantastike kundër Prishtina, se duke startu kështu me fitoren ciklin e 2 vjeshtor, kurse nga ana tjetër e futi në krizë edhe më të thellë skuadrën e Prishtinës, që pas startit të mirë këtij edicioni dhe pas 3 fitoreve rresht në start, pësoj 2 humbje të një pas njëshme, fillimisht me rezultat thellë nga bashkimi Prizren 106-88, më pas para publikut vet nga Peja 90-95, para se të këndelej për shkurt kundër vllazimit në Shaninushi 91-86 fitoi Prishtina. Ishte fitore ngushtë, po Kuqezin kanë mundur edhe ta fitojnë atë duel, e më pas Bardhe Kaltrit pësuan edhe 2 humbje rresht, fillimisht nga Trepça në Prishtinë dhe së fundi nga Ylli në Suarek, sikur se thash nga trajneri Sharin, i cili debutoi me fitore të Golden Eagle Ylli, duke dhënë sinjal se kampionja e 2 fisht nga edicionet 21 dhe 22 po kthehet në gardë duke ndez kampionatin. Duhet theksu se duelin me Yllin Prishtina nisi mirë, por të randasit në udhëheqjen e Sharinit në çerekun e dytë shpërthyen duke shënu 36 pike. Vetmja gjë pozitive nga ndeshja funit ishte shkëlqimi Dion Haxhosajt, për cilin vazhdimisht po them se po shfrytëzohet shumë pak nga Kakiusis, dhe gjithashtu i është bërë e padrejt e madhe që nuk është ftuar te Kosova për para kualifikime. Çdo gjë është e gatshme. Hunter në tentimin e parë me një herë atje vjen me treshe Amin Hot, ish lojtari i Trepçës. Burns përballë ka Hunterin, shpejt në anën tjetër Haxhosaj, ka bon atje Mekic, por e shpëton këtë top Arjan Azemi, tenton airball i tij.
Megjithatë e kap këtë top i posaardurit e Prishtina, Visariu, greku, të cilën e solli në skuadër Kakiusis Amin Hoti për Mekiqin, gabim në hapa jo, po e ka shkelur Vin. Edhe njëherë, po e shofim, është Vi e shkelur atje. Dy fishim atje dhe topi humbur i Burnsit, mbrojtje fenomenale atje nga tandemi Hunter dhe Payton, Chris Payton. Amin Hoti për Hunterin për sëri Hot e tregon vetën Zeqiri për Mekiqin kundër sulmi shpejt, dy reprezentuesit e Maqedonis atje bashkëpunojnë. Mirë po Dion Haxhosaj më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt, faul i kapitenit Mekiq, është ky fauli i parë i Mekiqit. Azemi, Kramer shkon për pick and roll, nuk bashkëpunojnë si duhet. Dion Haxhosaj lufton atje, e humb këtë top mirë, po Visariu e shpëton, tenton, nuk realizon, edhe topi drejt dhe në duar të Paytonit. Hot përballë ka Azemin, nuk e bën mirë pick and rollin atje, nuk e shfrytëzon bllokun Hunter. Mbrojtje zonale tani e Prishtinës, Amin Hot mbetet i vetmuar, e njeh mirë këtë palestër, ka qenë lojtar një kohë të gjatë e Trepça kundër sulmi shpejt i Burnsit. Në anën tjetër Azemi është i vetmuar, por Burns prit e zot me qu kokën edhe me pasu në anën tjetër, shansa s'ka. Dion Haxhosaj tani me zonë përgjigjet edhe Bora. Kramer mbetet atje me top në dorë, edhe 2 sekonda. Visariu, çfarë blokade, Payton shkon dhe me ngulitje aksionin e përfundon. Për mrekulli atje pikë të Paytonit për rezultatin 5-0 në start. Seri edhe një top, 4 topa të humbur dhe 3 aksione. Zeqiri në anën tjetër, time-out kërkon Kakiusis. Tre pikë të Amin Hotit, 2 të Chris Paytonit dhe 2 të Jetmir Zeqirit për serin fillestare prej 7-0 në 2 minuta 42 sekundat e para. Detyrojnë trajnerin Prishtinas, ja dhe njëherë kjo blokat fenomenale, topi vjedhur dhe ik në kundërsulm për mrekulli atje Chris Payton. E detyron trajnerin Kakiusis që të merr time-out. Po e shohim pra mungon sot Daniel Lekëndrej, kapiteni i Sigal Prishtinës, një herësh edhe përfaqësuesi i kombëtarës shqiptare, i cili u lëndua të etën e kaluar kundër Slovakis në ndeshjen e parë para kualifikuese, të cilën Shqipëria e humbi në qytetin Previgja të Slovakis me rezultat 73-63. Psoj edhe nga Kosova të dielin e kaluar në Qazim Dervishin në Shkodër, ku patëm një performancë fenomenale, fantastike të Dardan Berishës, basketbollisti shqiptar më të mirë të gjitha kohëve në Kosovë, me 37 pikë. Unë po i thëmë se 37 i ka dhonë, 37 vjeqi i shënoj 37 pikë, jo 35 ishte zyrtarisht. Dion Haxhosaj tenton, nuk realizon. Kramer lufton e merr këtë top për Burns, pranë tij Payton dhe Haxhosaj. E thash edhe një herë pak më herët, shënimi Dionit
i cili do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. E vetmja gjë pozitive nga ndeshja e fundit dhe ajo disfata nga Ylli në Suare ka qenë shkëlqimi i Dionit, për cilin vazhdimisht po them se po shfryzohet shumë pak nga Kakiuzis. Gjithashtu po i bëhet e padrejtë e madhe dhe që nuk po ftohet te Kosova për para kualifikime. Në momentin kur Haxhosaj po ka minuta në lojë, ai po e shpërblen me luftë dhe betejë të madhe nën koshe, është lojtar shumë i falenderueshëm dhe ndër vetmit që me të vërtet po lufton me mishe me shpirt, pati 16 pikë, prej tyre 3 teshe, 7 kërcime, 3 asistime dhe 2 topa të vjedhur, pa humb asnjë, duke qenë pra MVP i Prishtinës në duelin kundër Yllit. Lojtari më i vlefshëm, Amin Hoti kthen topin me këmbë luan atje Burns, do të jetë sulmiri. Mbetet 7-2 me ato 2 pikët ja Kashqellani, i cili erdhi dhe e këndeli skuadrën e Borës. Po luan shumë më mirë, shumë më rjedhshëm. Jetë miri për mrekullit e Pejtoni, me këthim prapa për mrekulli. Kramer mbreti shumë larg aty. 9-2, pika e 4 e Pejtonit. Visariu, Amos Visariu, lojtari i ri, cili erdhi Azemi, atje tenton me një akrobacion e huq, krejta dhe me kiqi e pengon, dalet në mënyrë të palejuar nga Dion Haxhosaj. Është kjo personalja e parë e Dionit. E para edhe për Prishtinën, ndërsa në anën tjetër te Bora, nga një personale kanë Adem Mekiqi dhe Jetmir Zeqiri. Ronukaj inkuadrohet në lojë, në vend të Adem Mekiqit është kthyer pas lëndimit Ronukaj, 25 vjeçari i cili erdhi vitin e kaluar pra nga Peja në te Bora. E dim që ka kryer edhe shkollën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Burns atje, Visario e pret topin, Azemi nuk ja pason, tani po. Haxhosaj lufton me Ronukajn, me Horog për mrekulli atje. 9-4, gjitha pikët për Prishtinën deri tash i ka realizuar Dion Haxhosaj, po munona me i majt edhe kërcimet në mënyrë manuale, deri tash i ka 2 kërcime, po do t'jetë vështirë, sikur t'ishim qenë të përgatitur, sikur se i kemi bon në asist para 14 vjetëve, do t'i mbanim edhe në mënyrë manuale, pa kur farë probleme, o çka me bo. Ndodhe dhe kjo në Kosovën tonë të dashur. Ja, Rez Mehmeti është po ashtu i lënduar sonte dhe mungon. Pejton dhe nuk ka huq deri tash asnjë gjuajtje të lirë. 6 pikë të Pejtonit për 11-4. Burns për pranë ka Hunterin atje. Amin Hoti Sing tani atje bën ndaj Arjan Azemit, i cili e huq edhe tentimin e tij të tretë. Pejton ishte më i larti në kërcim. Hunter për ball Burnsit. Pejton, sa bukur atje Pejtoni. E mbyll Krameri, por Amin Hoti me treshën e tij të dytë, 6 pikë të Amin Hotit për 14-4 dhe e përsin 2 shifrore. Inkuadrohet në loj Tyler Cheesy, i cili hyri si rezervist edhe në ndeshjen në Rahovec. Tyler Cheesy ishte në mesin atyre të cilët shënuan pik 2 shifrore, 11 pik, 4 topa të vjedhur e 3 asistime i pati Tyler Cheesy kundër Rahovecit. Të shohim.
Inkuadrohet në lojë dhe Don Poloshka, i cili po e shohim e ka pas lëndimin e tendonit të akilit, nuk e ka ende të shëruar si duhet. Duhet të ketë kujdes. Faul i Dian Hajosajt. Edhe Amin Hoti largohet. 2 treshe të Amin Hotit nga 2 tentime, ishte fantastik. 6 pikë të tij. 6 pikë i ka dhe Peyton. 2 pikë tjera i realizoi Jetmir Zeqiri. Në anën tjetër të gjitha pikët e Prishtinës Dian Hajosaj, i cili ka 2 faula. E mbyll atje hapësinën. Tentim për 3 pikë Qizi, por Jules e përmirëson. Jules atje mbi gigantin 211 cm, 213 falni, Kelby Kramerin. Realizon pikët e para të Julesit, bëhet gati për të inkuadruar në lojë Adrio Bailey. Në brendi atje edhe një herë asistimi bukur për Dian Hajosajn. Ishte 12 plus e përsia më e lartë. Hajosaj e kthen përsëri në 10. Gjitha pikët e Prishtinës, Dioni i shkëlqyeshëm. Edhe 3 minuta e 5 sekonda lojë. Deri në fund Qiz. Dhe s'ka të ndalur tani edhe Jules nën kosh atje. Shekuan Jules është alo, 21 cm, po luan në pozitën e alo qendrës. Visariu për Dionin, i cili shkakton gabim në hapa. Kramer largohet nga loja, giganti 213 cm për t'i lënë vendin alo fundorit Adrio Bailey. Adrio Bailey, i cili aktualisht është në mesin lojtare më të mirë të skuadrës. Figura qendrore me 20 pikë, 4 kërcime. Dhe fauli Don Poloshkës ndaj Qizit. Pikët e para të Taylor Qizit, i cili do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. 20-6. Largohet Peyton. 6 pikë të Peytonit, i cili sipas statistikave të mia i ka realizuar edhe 3 kërcime. E 21-6 plus 15 pikë për Borën, e cila po thëm pas vazhdimit të kampionatit, ky cikli 2 vjeshtor i ka bë punë lëmsh. Doni atje depërton, dalet në mënyrë të palejuar. Është fauli Taylor Qizit. A do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Don Poloshka, po. Ka një efikasitet jashtëzakonshëm nga vija gjuajtjeve të lira, 84% Doni në këtë edicion. Herën e parë sonte nuk realizon. 21-6. Pra kemi një seri prej 10-2, pas ati rezultati prej 11-4. Edhe herën e dytë e huq të 2 gjuajtjet e lira Don Poloshka, 2 minutat e fundit. Duelit të 2 skuadrave nga kryeqyteti në palestrën minatori. Dhe ka shkelur, kërkon rishikimin e situatës atje Taylor Qizi. Tyler, në fakt. Ja, e shkel vin atje, mbrojtje e mirë, presingi mirë i Burnsit, e detyron ta huk topin. Poloshka nuk po hapën atje lojtarët, shumë statik. Dhe është kjo faul në sulm. Po mshefët atje, ka të drejt Don Poloshka që po nevrikoset me Burnsin dhe Baileyn. Ishte ky fauli
Shekuan Gjullësit. Ka të drejt Don Poloshka që po hidrohet në edhe Burnsin, edhe Grekun e porsardhur Tillehamo Zvisariun, po mshefën mas lojtarve. Dhe mbeti pa mundësi për ta arrivë topin. Ishte në rrezik që ta humbte për shkak të 5 sekondave. Ja tani po shihni, nuk ka ndihmë aty gjatë rivënies së topit, por në mënyrë inteligjente zgjedh këtë problem playmakeri i ri Prishtinas, i cili po ashtu nuk u ftua as në listën e gjerë të përfaqësuesës së Kosovës. Asaj Asdioni, tentim për 3 pikë dhe tani pikët e para që nuk i ka shinu Dion Haxhosaj vijnë nga Burns, është treshe e tij për 21-9, dhe përsia më e lartë ajo parës prej 15 pikëve në minutin e 8 të duelit. Por mrekulli asistim i Amin Hotit dhe realizon Shekuan Gjullës 6 pikë të tij. Nga 6 pikë i kanë Peyton Gjullës dhe Amin Hoti. Edhe njëherë tani Burns e merr mbi vete përgjegjësinë për të realizuar 23-11 sekondat e fundit. Mekiqi luan me Visariun. Jetmir Zeqiri tenton, nuk realizon, topi kthehet te Mekiqi, i cili nuk ndalët. Amin Hot kërkon atje Qiz. Blok, a do të luan 1-1. Tenton për 3 pikë, nuk realizon Poloshka. Edhe 11:3 sekonda është ky faulli Taylor Qizit. Personalja e dytë e tij. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Herën e parë realizon Donin 23-12. Apo jo, ishte gjuajtje para se t'je jepte topin. Disa sekonda edhe për Bardi Strefin. Djaloshin, i cili po ashtu sikurse dhe Doni pati telashe me lëndime shumë. 21 vjeçari Bardi Strefi. Personale e Don Poloshkës nuk e lejon Mekiqin që të depërton. Dion Haxhosaj largohet i shkëlqyeshëm Dioni. Dhe në sulmin e fundit atje realizon pikën e tij të 8 Gjullës për të bërë koshashënuesi më i mirë i Borës pas 10 minutave të para, 25-12. Shkojmë me një shkputje të shkurtë të marketingut për të rikthyer në palestrën minatori ku po ndeshën Bora dhe Sigal Prishtina. Ajdin qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bank me shku? Ngam ti vu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Është kjo ndeshja e dytë e Gjiros 9, ku dy skuadrat kryeqytetase po takohen në minatori Bora Sigal Prishtina. Një start fantastik i Borës, 25-12, një befasi
para kësaj ndeshje ndodhi në Mizajrisma ku Rahoveci e mposhti Bashkimin 77-72 dhe kështu brenda 4 ditëve skuadra lidere e pamposhtur derit mërkurën Bashkimi i psoj 2 disfata rësht nga vllaznimi edhe sonte nga Rahoveci. Është një situatë e ngjashme sikur se vitin e kaluar kur Bashkimi si lider pa humbje 7-0 ishte edhe vitin e kaluar psoj 2 disfata. Fillimisht nga Trepça në këtë palestër 30 pikë dallim ishte ajo ndeshje 85-55 dhe më pas vetëm 3 ditëve edhe aso kohë pra vitin e kaluar psoj nga vllaznimi në Shani Nushi për të psuar 2 disfata. Ja po e shohim këtu edhe Brahim Veselin ish lojtarin e Trepçës, ndihmës trajnerin e Beqir Agiqit, natyrisht interesimi për këtë ndeshje për ta përcjell Besim Braha, drejtori sportiv i Borës. Një lëvizje shumë e mençur vitin e kaluar, cili solli stabilitet te kjo skuadër, e cila është e re në Superlig, viti 2 i saj, dhe nga dal po stabilizohet në një skuadër shumë serioze. Në pretendje për të ardhmen Azemi. E kërkon atje topin Bailey, nuk ja pason Azemi, ishte mbrojtje e mire e Zeqirit në hap pick and roll atje. Burns depërton, përbirohet dhe asiston për pikët e para të Baileyt. Rezultatin e afron në 25-14. Poloshka pranë Hotit. Bëjnë pressing atje, topi vjedhur Bailey tek Poloshka i cili e shpëton këtë top faulli me Kiqit. Mbrojtje tani shumë agresive e Sigal Prishtinës. Desha të them të Prishtinasve, po të dyja skuadrat janë të Prishtinës. E sonte pra thash për shkak të koncertit të Alban Skenderajt në 1 tetori, ku ende nuk është zbrazur e palestër, është e zënë. E dueli është dashur që të luhet sonte. Apo e shohim aty edhe babajnë e Ranukajt, Miraimin, ish basketbolistin e PES. Kampion me gjeneratën e artë të basketbolit PEAN, një për gjeneratave më të mira të gjitha kohëve në basketbolin ton, me Dardan Kasapolin, Bujar Locin, vlezrit Gorani, vlezrit Grapci, Gen Salabegolin. Kakiusis me shumë të lashe sonte. Kashqelan, trajneri po kryen punë të jashtëzakonshme. Hot, ja dorëzon topin atje Qizit, pick and roll i dyfirsht atje. E shmonton koshin atje Jules, i pari në ndeshje sonte me pik 2 shifrore, 10 pik të Shakwan Julesit për 27-14. Asistimi mirë atje i Qizit ke. Tentim për 3 pik nga Bardi Strefi. Aljo e cila ka dorën shumë të butë, situat 3-1. Bardi, si duket është lënduar apo jo. I bën pompat atje Shakwan Jules. Bardi Strefi nuk lejon atje ngulitjen. Shkon me e bloku dhe në vend të topit e godet në dorë. Do të në 2 gjuajtje të lira, nuk ishte tentimi që ta lëndoj Folio Sportiv, ishte tentimi që ta blokoj. Megjithatë, Shakwan Jules vazhdon shkëlqimin e tij. Pika 11 për 28-14, 2 fish më shumë pik të Borës, e cila po vazhdon shkëlqimin e saj. Nuk e pam se çka ndodhi. Nuk e pam se çka ndodhi. Aha, ka hi Jetmir Zeqiri, ka hi më herët në zonën e lyer në këtë drejt këndshën. Prandaj edhe anulohet gjuajtja edhe po të ishte kosh. 28-14, 14 pik e përsi. E përsia më e lartë ishte ajo parës 21-6, kur gjitha 6 pikët për Prishtina City kishte shënuar Dion Haxhosaj, më pas Burns u
këndell dhe ja tani vjen edhe një treshe e Burnsit, 8 pikët e tij. Hot, Azemi është me njerë pranë ti, Qiz dhe të shofim fall në sulm nga Jetmir Zeqiri. Është personalja e dytë e Jetmirit. Ukaj do të inkuadrohet në lojë në vend të Qizit. Burns organizon sulmin për balë, ka Amin Hotin, pick and roll atje, dueli 2-34 shëve i strefi dhe Hot dhe faul edhe një herë i Jetmirit. Është kjo personalja e tretë dhe sigurisht se Kashqellani tani duhet të reagoj. Personalja e tretë natyrisht në vend të Jetmirit në loj, kapiteni Mekiqi i heshtur deri tash Adem Mekiqi, vetëm një faul e ka pa pikë të realizuara. Azemi nuk e shfrytëzon pick and rollin, shkon deri në fund e she Bejlin, i cili ja përcjell i strefit, edhe një herë nuk qëllon cakun Bardi dhe sulmi mbyllet. DeAndre Burns Amin Hot do të arrivoj topin, e bën këte për Ukajn, organizon sulmin, 6 pikë të Aminit, të dyat 2 treshet realizuara nga 2 tentime. Kramer atje, 2 fishohet Mekiqi, por shpejt e zbërthenën për mrekulli atje Ukaj. Ufa, çfarë blokade e Kramerit. Burns shpejt shkon atje, iki strefi, por nuk ja pason Burns, vendos vet dhe realizon treshen për të afru rezultatin në 28-20. Pika e 11, 2 treshe rresht të Burnsit, e treta në përgjësi, pra 3 piksha nga DeAndre Burns, lojtari më efikas të Prishtina me 11 pik, 11 i ka dhe Shekwan Jules, të dy këta lojtar udhëheqin skuadrat e tyre. Kemi pra pas e përsis prej 28 me 14 plus 14, e kemi një mini seri prej 6-0 të Prishtinës, 2 treshet e DeAndre Burnsit. Edhe njëherë për mrekulli i parës, e pam një mismatch, një ndrim i gabueshëm i lojtarëve dhe Jules mbeti i vetmuar me DeAndre Burnsin. Kanë 10 cm dallim e shfrytëzoi atë si duhet Jules për pikën e tij të 11. Shekwan Jules, i cili 26 vjeçari, i cili luan në pozitën e Alos, e Burns si fundor, si playmaker i skuadrës prishtinase. DeAndre Burns, për ndryshe duhet thënë se Burns i Prishtinës vitin e kalum ka luajtur në Francë për skuadrën Le Portel së bashku me Edon Magjonin ton, i cili si vjetë kaloj të Dunkirk. Edoni që shkëlqeu në ndeshjen e Finlandës për kualifikime për kampionat botror kundër Francës në fitoren jashtëzakonisht të rëndësishme të finlandezëve ndaj francezëve me 20 pikë edhe 5 asistime. Magjoni ishte i jashtëzakonshëm, e tyre 4 treshe. Hot me Kukajn e shpërthejnë këte pressing zona në tërfushën. Mbrojtje shumë agresive, tani kërkon Kakiusis nga lojtarët e tij. Ja, si 2 fishot, 3 fishot atje. Hot mbetet Ukajn fani i vetmuar, megjithatë e kap topin dhe për shkak të kacavarjes në kor Jules, topi shkon të Sigal Prishtina. Atje
Burns e këshillon diçka Bardhin. Kthehet në lojë paksa Sigal Prishtina e afron rezultatin në 8. Bailey tani me Peytonin luftojnë atje me një horog për 28 me 22. Pika e 4 të Baileyt. Vazhdon seria. 8-0 e Sigal Prishtinës afrohet në 6. Gabim në hapa apo faul? Jo. Kelby Kramer ka shkaktuar faul. Uka i largohet në loj. Genzeqiri. Djali i bashkëlojtarit tim të ndjerit Riza Zeqirit. Blokot atje nga Kramer, fauli Amin Hotit ndaj Azemit. Çfarë blokade atje, e shpullavi topin Kelby Kramer. Edhe njëherë Chris Payton posa hyri në loj. Jo zotni, jo kësaj radhe i thot Kramer. Dërsa Hoti e ndërpren kundër sulmin e shpejt me faul. Është kjo personalja e parë e Amin Hotit. Jetmir Zeqiri ka 3 dhe Qizi ka 2. E vjedhin këte top. Peyton për Amin Hotin. Topi hyn e del Zeqiri, tenton nuk e kap këtë top. Dhe e ka prekur vin. Po, e ka prekur vin. Vendimi drejt i referit Amar Gjekovicit. Kërkon Kakiusis atje që Arjani të jetë i kujdesshëm të tik blokut, kërkon që të mbyllët atje, e vjedh të top Arjani kundër sulmi shpejt 3-2, por kthehet sa shpejt në tranzicion. Lufton atje me mishe me shpirt prej grafikave tona, nuk po e shohim. Edhe njëherë ishte Hunter ai i shikoni se çfarë lufte e Hunterit me Azemin. Mbrojtje e mire vetmohueshme. Megjithatë e kthen Alex Hunter, topin e humbur e rikthen Mekiqi për Hunterin. Nuk e bën bllokun si duhet Peyton, as herën e dytë, nuk po e bën bllokun si duhet. Tani tek Mekiq nga një pozitë e vështirë. Çfarë treshe e Adem Mekiqit. Pikët e para të ti pas seris prej 8-0. Vim pikët e para për Borën nga kapiteni Adem Mekiqi mbi Kramerin atje, i cili ja humbi koshin dhe pamjen. Gabim në hapra nga DeAndre Burns. Saksisht edhe 5 minuta 1 sekond deri në fund të pjesës së parë. Edhe njëherë po am treshën pikët e para të Adem Mekiqit mbi Kramerin, i cili ja humbi vizionin e pamjen, po pa problem Mekiqi mbi të realizon Amin Hot. 3-2 për treshe dhe 4-3 për treshe. Amin Hot, 2 treshe të një pas njëshme, së pari Mekiqi, tash edhe Amini. Për të rikthyer përsin 2 shifrore prej 12 pikëve, pas asaj mini serie prej 8-0, vjen seria prej 6-0 me 2 treshe dum të Borës. Është kjo treshja e tretë e Amin Hotit nga 4 tentime, 75% të efikasitetit të Amin Hotit. Pas ka marrë malli adhurës basketbolit me u marrë me statistika në mënyrë manuale dhe pak me matematik. Shpresoj që nuk ja huqi shumë dhe nuk gaboj, sidoqoftë thash sonte nuk kemi statistika për shkak të mosardhjes ekipit të
mbajtjes së statistikave. Kjo ndeshje megjithatë po zhvillohet dhe statistika zyrtare për ata që merren me to do t'i keni pas rishikimit të kësaj ndeshje, pas transmetimit, do të uploadohen, do të ngarkohen në webfaqen zyrtare të Federatës së Basketbollit Kosovës. Edhe një herë atje Adrio Bailey me horogun e tij fenomenal mbi Chris Paytonin, 6 pikë të Paytonit, ato 6 pikë të cilat i realizoi në fillim të kësaj ndeshje kur e nisi atë serin fillestare prej 14-4 pas treshës së parë të Amin Hotit. E kërkon topin Mekic, mbrojtje e mirë Payton. Sa mbrojtje e upan mes konve atja dhe Mekici, një nutmeg si këshin thonë, po e knaq krejt atje Payton. Çfarë mbrojtje e mirë Amin Hotit, Mekici e kapa top, mes konve, ja shikoni jo, opa, që këshim thonë aty në hershit veshit dimijat, apo kullet si të doni. Aksioni bukur i Borës kapitenit Mekic. Time out ka kërkuar trajneri Kashqelan. Do të kemi rishikimin e situatës. Autin e funit lutëm. Pra topi do të jetë për ekipin e bardh, white ball, për ekipin e Borës. I fundit me top ka luajtur Ariana Zemi. 34 me 22 e afroi rezultatin 6 pikë skuadra e Prishtinës, 28 me 22, por 2 treshe të një pasnjëshme nga Mekici dhe Hoti, dhe tani edhe treta resht. Kësaj radhe është Alex Hunter, ai i cili bombardon, realizon pikët e tij të para për të rikthyer përsinë maksimale prej 37 me 22 plus 15, sa i kishte në minutin e 8 Ariana Zemi. 3 treshe rresht Haxhosaj. Çfarë mbrojtje, Zeqiri e vjedh këtë top. Tani me mbrojtje të jashtëzakonshme, Zeqiri e përcjellte Hunteri, i cili e ka shkelur vin atje. Sa pak ko për 2 minuta me 3 treshe të një pasnjëshme nga Mekici, Hoti dhe Alex Hunter. Një seri prej 9-0 përgjigjet skuadra e Borës për të rikthyer e përsinë maksimale prej 15 pikëve të cilën e patin në minutin e 8. Do të rikthehet në lojë Don Polloshka, sa herë që po hendoni në lojë, rezultati po ngushtohet. Sa herë që po del, rezultati po largohet. Kramer do të largohet, një ndryshim zëvendësimi çuditshëm. Krameri për Don Polloshkën, tani po luan me një peshë të shkurtër, po përgjigjet Kakiusis me një peshë më të shpejt.
Shikoni atje doni se si shkon i afrohet. I afrohet atje me ndëgju se çka po i thot trajneri Zoran Karshelan, Genze Qirit edhe Aleksanderit. Djalosh jashtëzakonisht inteligjent. E buzëqeshën atje dhe trajneri Ibrahimi Klokoqi me vetorin Besim Brahon, duke ditë inteligjencën e Donit. 3:33 deri në fund të pjesës së parë. Burns realizon trigjuajtjet e lira për 14 pikë të tij, 37 me 25. Është kjo personalja e tretë e Dioni, duhet të ketë kujdes. Edhe 3 minuta 18 deri në fund. Hunter atje i rrshet top. Opa. Dueli i dy lojtarëve me numër 1. Pejtonit. Ja, po e shihni atje tërhoqi atje Azemi. Duelin mes të Chris Paytonit dhe Arjan Azemit. Azemi dhe Don Polloshka, të cilët gjatë verës erdhën nga vllazënimi në Sigal Prishtinë, dy lojtarët më të merituar për suksesin, ndër më të merituarit për suksesin historik të vllazënimit pas luftës. Ishte trofeu i parë, titulli i Ligës Unike, ligës e cila bashkoi sportin barkombëtar shqiptar, të cilën e fitoi vllazënimi. E trofeu i pari pas luftës dhe i pari pas 29 viteve, pas kupës së fundit të fituar 1996 në kohë të okupimit. 38 me 25. Një gjuajtje e lirë, tentimi Arjan Azemi, tenton nuk realizon, Mekiqi me kërcim. Ukaj nuk shënon, por kërcim në sulm dhe e përmirëson atje Peyton, pika e tij e 9, pika e tij e 8, më falni. Edhe njëherë Huqe, 14 me 25, mbetet 15 e përsi Mekiqi, i thot Pejtonit di në anën tjetër, një mismatch. Polloshka atje ndaj Mekiqit, tentim për treshe, nuk ka realizim, por Mekiq atje dalet në mënyrë të paljuar nga Adrio Bailey. Edhe një kërcim në sulm i kapitenit Mekiqit. Të dy skuadrat e kanë plotësuar bonusin, ja e pat Huqen e Hunterit. Në anën tjetër këtë sulme përcolli me vëmendje Adem Mekiqi. Në lojë do të kthehet Shekuan Gjuls, më efikasi te Bora me 11 pikë të realizuara. Mbetet 40 me 25 si vjet, po ka të lashëm me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Adem Mekiqi e ka një përqindje prej 65%, vitin e kaluar ishte më i mirë. Burns, Hunter është pranë tij, nuk e shfrytëzon pick and rollin e Dion Haxhosait, e bën një pick and pop atje Dioni megjithatë, por kush mja gjuj topin, mejse Adrio Bailey në anën tjetër me treshe, pika e 7 e Adrio Baileyt e afron rezultatin në 40 me 28. Tre treshet Amin Hotit dhe një e Mekiqit e një e Hunterit. Amin Hotit thash 3 treshe nga 4 tentime, 9 pikë të tij në total. Dhe dëgjojmë se çka po thot trajneri Karshelani.
must set the screen on this side. Okay. Even they are aggressive. Spread, let Mekic meet the ball, you roll down what we did yesterday in practice that you create. Okay. Am I setting the stagger first or no? All streets in a lot. You are here. U rishikua situata edhe njëherë nëse ishte faul apo jo, e kishte shtyr nga prapa Don Poloshka. Ishte fauli i treti Donit. 40-28, 1 minutë e 45 deri në fund me Kiçi. Pick and roll atje, Chris Payton bukur atje. Edhe njëherë për Amin Hotin. Por kësaj radhe e huq nga 5 cm, 3 treshët të ti e prish pak përqindjen e ti, e ull përqindjen e ti, Poloshka, por Burns e man topin për veti, shkon deri në fund, nuk realizon, tenton me përmirësu atje Dion Haxhosaj, s'ka faj që po hidhrohet Burns, duhet m'ja dhon një top Burnsit për te dhe një top për 4 lojtar tjerë. 6 pikë të Hunterit adhuvës të basketbolit për 42-28. Ndrimi lojtarve, largohet me Kiçi, në loj kthehet tani Shaquan Jules, lojtari më efikas të Bora. 8 pikë i ka Payton, 9 i ka Amin Hoti, të gjitha treshe. Burns, kur s'ka që ka me bo me top, e kërkon lojtarin. Bailey bukur atje, depërton dhe realizon pika e 9 e Adria Baileyt për të afru rezultatin në 42-30. Sekundat e fundit pjesë së parë. Edhe 10 sekunda për këtes. Usa, bukur, usa, Adria Bailey. Edhe njëherë depërtimi i Baileyt, nëse ishte blokada të cilën e bëri Bailey foul. Pas teknike, Amin Hoti tentoi, nuk e realizoi, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Shaquan Julesin. Reagoi atje Bailey duke kërcyer, duke protestuar në një mënyrë për çka u ndërshkua me teknike, foul dhe ishte situatë e dyshimta ajo, edhe mu duk drejtën me thonë që ishte blok i pastër, sidoqoftë tentimin e parë nuk e realizon Jules. Herën e dytë po, 12 pikë të Julesit. Po thuaja deri në fund do ta ketë sulmin Sigal Prishtina, 43-30. A do të shkon Burns me treshe. Burns e në topin. Shkon deri në fund. E knaq krejt. Amin Hot. Jules tenton dhe për paksa nuk realizon.
43-30. Adhurues të basketbollit 43-30 pas pjesë parë edhe njëherë Amin Hoti ishte me të vërtet hot 3 treshe në start një pas njëshme, më pas i huqi 2 sidoqof me 12 pikë të Bora. Më efikasi është Jules, 9 pikë Amin Hoti edhe 8 pikë i ka Chris Payton. Në anën tjetër DeAndre Burns me 14 pikë është më efikasi në përgjithësi. 9 pikë i ka Adrio Bailey, 6 pikë i ka Dion Hajosaj, por pas pjesë parë në të cilën maksimumin e përsis e pati në 2 raste me 15 pikë, lirisht mund të themi se Bora ka dominuar në 20 minutat e para në çdo aspekt dhe është duke u hequr me plus 13, a do të jetë kjo edhe befasia e dytë e kësaj të shtune në Gjiron e 9, e cila po e vazhdon në ciklin vjeshtor me fitore dhe rezultate befasuese pas disfatës së dytë të bashkimit rresht në Raves në Mizajri Isma pak më herët. Mbetet të shihet, këte do të shohim pas 20 minutave të dyta. Bora 43, Sigal Prishtina 30.